Si mund të kundërshtohet një markë tregtare nga të gjithë të interesuarit që vën re që kjo markë tregtare ngjason me markën e tyre tregtare apo ka elemente të përafërt? Cila është procedura e kundërshtimit të markës tregtare? Procedura e kundërshtimit të markës, ashtu si kundër edhe në rastin e aplikimeve për markë, mund të kryhet vetëm në mënyrë elektronike përmes aplikimit online në Albania. Shërbimi përkatës është aplikim për kundërshtimin e objekteve të pronësisë industriale dhe aty ka nën seksionin aplikim për kundërshtimin e markës tregtare, për cilën duhet kemi parasysh që marka mund kundërshtohet vetëm gjatë periudhës kur është faza 3 mujore e publikimit, pra gjatë kësaj periudhe çdo person që pretendon se ka drejtat më parshme mundet të kundërshtoj regjistrimin e markës. A ka rivendosje në afat? Jo, për kundërshtimin nuk ka rivendosje në afat, sepse kjo afat 3 mujor është prekluziv, por nga ana tjetër, në rast se marka më pas regjistrohet dhe merr certifikat në regjistrimit, mundet të kërkosh pavlefshmërinë e markës për të njëjtat shkaqe që do e kërkojë gjatë periudhës publikimit.